dhe gjyshe të dashura dhe të gjithë të nderuar të praneshëm. Faleminderit që gjetët kohë për të marrë pjesë në këtë program. Sa dimi së bashku këtu për të ndarë së bashku një moment të veçantë përfundimin e klasës së 5. Ky udhëtim shkollor ka qenë me plot mësime, sfida, mitësi dhe kujtime të bukura. Gjatë këtyre viteve, përveç lëndëve, kemi mësuar dhe si të jemi një ekip i mirë. Për sot emocionoheme, gëzoheme, por edhe ndjej madh, sepse mësuesja për ne nuk ishte vetëm njeri i thjeshtë. Ajo ishte udhëzërëfyesja jonë, ajo ishte njeriu që më mbajti dorën, më mësoi të shkruaj, të lexoj e të ëndrraj. Le të fillojmë me një bashku, me një zemër të madhe e me plot gjashuri. Tani ftoj në skenë mësuesën dhe kryetaren e Këshillit të Prindërve për një fjalë raste. Përshëndetje të nderuar prindër. Ju uroj mirëseardhje në programin të cilin e kemi përgatitur së bashku me fëmijët. Uroj të kaloni çaste të bukura. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrjen. Ju jam falendëruese të gjithëve që keni gjetur kusht në programin e klasës së 5. Në veçantë falenderoj mësuesën për përkushimin dhe angazhimin që ka bërë gjatë këtyre viteve. Faleminderit edhe nxënësve që na kanë bërë të ndjejmë krenar. Sa
dhe kur mos e kthe kukën propa, vrapo në qiell, në tokë dhe në det. Le të tërpëvloj dielli e vopa, le të tëftoj era që qirët e bërtat. Po të kesh rënë në gjumë, ngrim nga shtrati, ne sot e vrapo pa hënë e pa yje, vrapo dhe po të dëm shtati, vrapo ka përcelu men e qaj në përpyje. Po të duli për pora një mali lartë, hap një tunel të i për tej. Del për ti, para djelë të zjarë, duke thirrën hej, hej, hej. Po të doli Haçani për para, himbi krasuko, po avian, dhe thuaj me vete më prifte mbora, si shi gjetë bidal këtë fluturan. Ne so dhe mos pushat një qasht, mos e kthe kukën propa kur. Po i bërë ti këtë, unë jam i sigur që ti për njerëzit edhe një shlamuri. Unë i kam pyetur njerëzit e rritur për më të bukë në lullën e botë. Ndoshta përgjigjam duke pritur, por asnjëri mua s'ma thot. Të gjitha lullët janë me arumë dhe me si mbidur. Unë e kuptoj se cilën tufët i pa në tur, me to jam rritur ta një gaboj. Merrni një lule nga fushët e Kosovës, do dini brenda gjithë bukurit. Në dhomën tuaj veç për ziloku, do dini një aromë në gjithë shtëpit. Mali Karabet ka lule qera, mali Shkelzelit me lule bor, mali Sharit me lule gjako, lule Zambaku dhe gjesh në vlor. Mudok, mora me vete një copa të dhej. Sa çudi, një copa dhe më doj në ples, e unisa kalova qura vic, e quqa vic, e asola këta dhe që dëshmorën tanë dha njejt. Atje qofsi ja bën vaj Kosovës, se atje dëshmorën dha njejt, që të mos vdes kur Kosova jonë. Krejnë që më posë që usolla, Albaninë e Vogëta, Zangalicës, Drenicën e Kuqët të Shaban Pëllushët, Slivovan e Micëkullit të Sef Këshorës. Kaçaniku i lidir sheferit, rekën e keqet Adri Gjekës, vetëm e vetëm që të shmallëm e të, vetëm e vetëm që të përkujtojmë vlezërit tanë, motrat tanë, që ka lënë kokët për këta dhe. Edhe qose dikush ka vdekur duke kënduar, prindrit tanë dhe që në këmbë e në gjuja, se ata kanë ditur të jetojnë e të vdesin në këta dhe. E ju si të doni, vish mos haroni, se kjo dhe as nuk blihet, as nuk shitet dhe as nuk folet. Merrni të gjithë nga pak, dhe të sahitës pushtrimit, lerimit e adimit. E janë dhe shikoni se dhe ky emrin Kosovë ka. Ky dhe as nuk blihet, as nuk shitet dhe as nuk folet.
Unë jam Paqja, askush nuk më trajton mirë, mendoj se nuk kam mbetur asgjë tjetër përveç të fikën. Unë jam Besimi, fatkeqësisht unë nuk shërbej asgjë. Njerëzit nuk duan t'ia dinë fare për mua, dhe për këtë arsye nuk ka më rëndësi që unë të rri ndezur. Unë jam dashuria, nuk kam forcë për të vazhduar që të qëndroj ndezur. Njerëzit nuk më konsiderojnë dhe nuk kuptojnë rëndësinë time. Biles ata i urrejnë njerëzit që më shumë i duan pra familjarët e tyre. Unë jam shpresa, mos keni frikë, mos qoni, se derisa unë kemi ndezur, mund t'i ndezim edhe qirinjët e tjerë. Të ndez përsëri me shpresën tënde, Besimin paqen e dashurinë. pasi që jemi krejt në fund të programit, me mësuesen kemi të Ramadani, mësuese nan, edhe më shumë se nane për e fëmijëve tanë, e cila është kujdesur që nga klasa parë deri më tani në klasën e 5, për gjithë nxënësit e klasës 5-5, në emër të gjithë ju prindërve, e falenderojmë mësuesen me falenderimet më të sinqerta prej tokë e gjerë në qiell, duke lutë Zotin fuqiplot që për çdo shkruajmë, mësim që ja ka dhënë fëmijëve tanë t'i merr shpërblimet në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne sot, prindërit e fëmijëve, e nxënësve të mësuese, jemi kujdesur për një dhuratë simbolike, me shej falënderimit sepse edhe gjithë botën nga dhënë shpakt për atë çfarë ke bëti për fëmijët e tanë.